thot personi I cili nuk fal namazin në dynja, ose është I nxënë me pasurinë e tij, ose është I nxënë me pushtetin e tij, ose është I nxënë me pozitën e tij, ose është I nxënë me tregtinë e tij. Këto janë 4 gjëra të cilat nuk e lënë me fal namaz. Ose pasuria, ose pushteti, pozita, pushteti, ose pozita, ose tregtia. Ai I cili pushteti I merr kohën e namazit, ai me kënd do të ringjallet në ditën e Kiametit, ai do të ringjallet me faraonin, se faraoni ka qenë mbret I dynjas. Ai I cili pasuria I merr kohën e namazit, ai do të ringjallet me Karunin, që ka pasur pasuri më të madhe në dynja. Ai të cilit pozita I merr kohën e namazit, ai do të ringjallet me Hamanin, I cili ka qenë ministër tek faraoni. Ai të cilit tregtia I merr kohën e namazit, ai do të ringjallet me Ubej ibn Khalifin, I cili ka qenë njëri prej tregtarëve më të mëdhenj në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam namazin e ka quajtur shtyllë të Islamit. Dhe na ka treguar që namazi është gjëja e fundit e cila do të humbet nga feja islame. E Umar ibn Khattabi radiallahu ta'ala anhu, kur ishte khalife I muslimanëve, ka qenë khalife kryetari I muslimanëve, ka pasur në përvende të ndryshme më këmbës, apo ta themi si kryetar, ka caktuar për shembull në Basra një kryetar, në Sham një kryetar, në Irak një kryetar, dhe atyre u kishte shtruar duke u thënë: Inna ahamma umurikum indi s-salat. Punët më të rëndësishme që I bëni ju për mua, çka janë? Me kanë një kryetar I sotshëm, u kishte thonë, punët më të rëndësishme është që me pru sa ma shumë pasuri. Me mbledh tek popullata ku jemi, më këmbës, mbledh një sa ma shumë pasuri dhe na bini knena. Ky thot jo. Punët më të rëndësishme që kërkoj prej juve është me fal namazin. Fëmën hafidhaha hafidha dine. Sepse ai I cili e ruan kujdeset për namazin e vet, ai e ka ruajtur fen e tij. Wa man dayya'aha fa huwa lima siwaha adya. E kush e humb namazin, ai e ka kollaj me I humb edhe punët tjera ma kollaj humb. Wala hawfa fil islam liman taraka as-salat. Thot nuk ka hise në islam. Nuk ka hise në islam. Ai që ka në namazin. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, si tregon Xherir ibn Abdullah radiallahu ta'ala anhu, një herë ishte ulur thot me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, dhe e shikoi hanën e plot. E pa hanën e plot dhe u tha shokët vet, atyre që ishin përreth tij të ulur: Ama innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadha al-qamara la tudammuna fi ru'yatihi. Thot ju, thot, do ta shihni Zotin tuaj sikurse që po shihni këtë hënë të plot, dhe nuk ju dëmtohet të shikuani tuaj. Dhe vëllezër të nderuar,
këtë paraprakisht duhet ta them dhe ta ceti, që prej begative apo begatia më e madhe pasi të hyjë besimtari në xhennet, begatia, kënaqësia më e madhe është që ta shikoj fytyrën fisnike të Allahut Azza wa Jall. Ky është shpërblimi më i madh për besimtarin në xhennet. Ta shoh fytyrën e Allahut të lartësuar. E këtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po thotë, ju do ta shihni Zotin tuaj, fjala është në xhennet, sikurse që e shihni këtë hënë të plot. Mikë po vazhdon. Dhe thotë, dhe këtu na del lidhja e namazit me shikimin në fytyrën e Allahut të lartësuar. Dhe thotë, فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. Thot e nëse keni mundësi që të mos e humbni, që të mos e lëni pa e falur namazin i cili është para lindjes së diellit, dhe namazin i cili është para perëndimit të diellit, atëherë bëni këtë. Ka shihni, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka përmendur në këtë hadith shikimin në fytyrën e Allahut të lartësuar që është begati më e madhe në xhennet. Dhe në fund të hadithit i përmend dy namaze. E përmend namazin e sabahut dhe namazin e ikindis. E dietarët kanë thënë se në këtë hadith ka lidhje ndërmjet namazit dhe shikimit të Allahut Azza wa Jall në xhennet. Ku përputhet kjo thënie? Përputhshmëria ndërmjet urdhrit për faljen e këtyre dy namazeve, pra faljen e namazit të sabahut dhe të ikindis, pas përmendjes së shikimit në fytyrën e Allahut të lartësuar, pra përputhja është se gjëja më e lartë në xhennet është shikimi në fytyrën e Allahut të lartësuar. Kurse gjëja më e ndershme, më e vlefshme në dynja, në këtë botë, prej punëve të njeriut janë këto dy namaze. Prandaj, duke u kujdesur për këto dy namaze, e që në kuptohet edhe namazet tjera, kjo dikush me thonë për fali veç sabon, mos me thonë dikush, o që ka thonë veç sabon edhe këndim me fali dhe u kry, hymë xhennet dhe shohim Allahun. Në kuptohet që në namazet tjera, mitë po përmendet vlera këtyre dy namaze, sepse namazi sabahut është pas gjumit. Natë kur flet, e kemë shtirë mu quherën sabah. Po edhe ditën, kur flemë mas dreke në veçanti në shtetet kur është bape madhe si në për shtetet arabe, namazi i ikindis është prej namazeve më të randa mu falë. Prandaj kam thënë, gjëja më e lartë, begatia më e madhe në xhennet është ta shikosh fytyrën e Allahut. Kurse punët më të ndershme, më të vlefshme në dynja janë falja këtyre dy namazeve. Prandaj, duke u kujdesur dhe duke i falur këto dy namaze, shpresohet që të hyjmë në xhennet dhe ta shohim Allahun e lartësuar. Pasi që veç edhe koha është afruar, edhe pse për namaz ka shumë më u folë, lusë Allahun e lartësuar që të na mundsoj dhe të na bëj për muslimanëve të cilët vazhdimisht e falin namazin, na pranoj namazin tona, e inshallah të mos na e marrë shpiftin, përveç se duke e kryer këtë obligim. Në fund dëshiroj 2-3 këshilla të shkurtra, që ndërlidhen, dyja që ndërlidhen me Bajram, e njëra është e hapur. Vëllezër të nderuar, është bërë tradici tek ne.
tradit shumë e keqe, që ditën e Bajramit këte kam rastisur, Bajramin e kaluar në Kurban Bajram, kishte një gjenaze, edhe është dashur të shkoj në Varrez. Kur kam shkuar në Varreza, jam trishtuar nga pamja që e kam parë. Jam trishtuar kur kam parë shumë nëna, shumë motra dhe bijat tona. Vëllezër të nderuar, ju që jeni bashkëshorët, ju që jeni familje, ju që jeni vëllezër, ju që jeni prindër, mos i lejoni gratë tuaja, mos i lejoni nënat tuaja, mos i lejoni vajzat tuaja dhe motrat tuaja të shkojnë në Varrez. Sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka markuar atë femër e cila shkon në Varrez. E ka markuar, e ka bo lanet një femër që shkon në Varrez. Kjo është këshilla e parë. Këshilla e dytë, sërish ka lidhje me Varreza, e që tek ne është bërë tradit me shku me bo Bajram në Varrez. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka mësuar që kur shkojmë në Varreza, shkojmë për dy udhësi, për dy gjëra. Shkojmë për ta rikujtuar vdekjen, se edhe ne do të vdesim, sikurse që kanë vdekur të parat tonë. Dhe arsyeja tjetër është që shkojmë për të lutur për ata të vdekur, për të lutur për ata. Jo të lutemi atyre, se kjo është shirk, e dim. Prandaj, nëse shkoni sot në Varreza, shkoni me nijet, jo me bo Bajram, por shkoni me nijet për mu lut për ata të vdekur. Ose për të rikujtuar vdekje, me marrë mësim, jo me bo Bajram, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Bajram bëhet vetëm me të gjatë. Këtë do ta kuptoj. Ndoshta dikush me thonë dur ky vozë me tha, unë vëllezër të nderuar, edhe këta nuk është në fshat, unë jam imam që 10 vjet këtu, vallahi që 10 vjet kur s'kam shkuar për Bajram Varrez. Edhe me kam diçka në sunet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, se kisha lënë pa praktiku. Me këtë e përfundova, edhe një këshill, apo një kërkesë për xhamatlinëve, që ka lidhje me xhami. Edhe sikur se që e dini, alhamdulillah, Allahu na ka mundësuar ta ndërtojmë këtë xhami. Mirë, po xhamia ka nevojë për me u mirë mbajt. Deri para një vit, alhamdulillah, kemi pasur qira diçka. Dhe tash në xhamin tonë nuk e kemi bërë asnjëherë tradit me shtru se gjada apo me kërku parë për diçka, përveç kur na është kërkuar ndonjë nevojë, me ndihmu dikujt, dhe këtë mund ta them me knaqësi se xhamia jonë, xhamati ynë, ka ndodhur kur kem pas iniciativa apo kërkesë prej Këshillit Bashkisë Islame, xhamati i kësaj xhamie ka tukuar parë, asa kanë tukuar të gjitha xhamitë e komunës së Avicit. Që janë 23 xhamia, vendosin 22 xhamia në një anë, xhamia jonë ka tukuar më shumë, alhamdulillah. Ne nuk dëshirojmë me shtru se gjadë me kërku, mirë po dëshiroj me potencu që ka hargjime dhe do të me pagu rrymën, do të me pagu ujë, vetëm ujë në ka ardhur 300 euro dhe i zesmë të ujë. E këta, deri para një viti kem pas mundësi me pagu, kem pas. Edhe tash, alhamdulillah, ka xhamatlin që na ka thonë, vjerën ka thonë o hoqë, për muajt e verës, kur mos e dojë flimën, unë ta paguj rrymën. Alhamdulillah, pra, dëshiroj që, me si koha një minut ka kalu, po ma bëni halal, dëshiroj që ta them, të kërkoj halalak për juve për të muajt Ramazanit, ndoshta jam munduar, si pas time se jam munduar me bo hizmet, me shërby, atë sa kam pasur mundësi,
E pa dyshim që jemi njerëz të dobët, kemi bërë gabime dhe për këtë arsye kërkoj hallallah prej gjithë juve xhamatlive që jeni këtu. Dhe çdo fjalë që kam thënë gjatë dersit apo sot, gjatë gjithë muajit të Ramazanit, nëse kam qëlluar e kam thënë të saktë, dini që ajo është prej Allahut, vetëm atë e falenderoj. Dhe çdo fjalë që kam thënë që kam gabuar, dini që ajo është prej meje, prej këtij njeriu të dobët dhe prej djallit të mallkuar, e Allahu prej saj është i pastër. Prandaj ma bëni halal, e Allahu inshallah ju shpërblen të gjithëve. Tani do ta falim inshallah namazin e Bajramit. Është e udhës që tregojmë mënyrën në formën se si falet. Namazi i Bajramit i ka 2 rekate. Niyetin e bëjmë veç me zemër, nuk ka nevojë me bëmë në gojë, se edhe këto që ke marrë xhami, me këta është veç niyetin vend. Pas ta marrim tekbirin së bashku me imamin, këndojmë subhaneken. Pastaj imami sërish e merr tekbirin e dytë dhe i ngrihim duart. E merr edhe një herë tekbirin, sërish i ngrihim duart dhe themi Allahu Akbar, edhe një herë tekbirin e tretë. Domethënë me tekbirin fillestar 4 herë. Pastaj imami këndon elhamin një sure, shkojmë ruku në sejdë, ngritemi në rekatin e dytë. Në rekatin e dytë këndon imami elhamin dhe një sure. Pastaj marrim 3 tekbire dhe duke ngritur duart dhe tekbirin e katërt shkojmë në ruku. Bëjmë 2 sejdë, japim selam dhe pastaj imami e bën edhe hutben e Bajramit. Allahu na pranoft ibadetet që kemi bërë. Për hajri koft ky Bajram, inshallah Allahu të jetë i kënaqur se cilin prej nesh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, la ilaha illa Allah, wallahu akbar wa lillahi alhamd. Allahu Akbar kabira, walhamd.